Një automjet tip BMW është shkrumbuar plotësisht këtë të hënë në qafën e llogaras në zonën që të çon drejt antenave. Ngjarja është raportuar rreth orës 14:35 ku kalimtar të rastit kanë konstatuar flak të mëdhaj që përfshinin mjetin. Në vendngjarje kanë mbërritur fillimisht shërbimet zjarrfikse të cilët kanë bërë të mundur shuarjen e flakëve. Gjatë ndërhyrjes brenda automjetit në sendiljen e drejtuesit të mjetit është gjetur trupi i një personi të djegur i cili dyshohet të jetë rreth moshës 35-40 vjeç. Si pasojë e djegjes totale, automjeti është shkrumbuar plotësisht dhe targa nuk ka qenë identifikueshme, çka vështirëson identifikimin e mjetit dhe të viktimës. Burimet paraprake hetimore dyshojnë se kemi të bëjmë një ngjarje kriminale ku personi fillimisht mund të jetë vrarë dhe më pas automjeti është djegur qëllimisht për të humbur gjurmët. Në ngjarje kanë mbërritur edhe forca të shumta policie dhe grupi hetimor, të cilët kanë nisur veprimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Zona është rrethuar ndërsa po kryen verifikime për identifikimin e viktimës dhe për dokumentimin e provave që mund të çojnë në zbardhjen e kësaj ngjarje të rëndë. Hetimet vijojnë ndërsa priten detaje të reja nga autoritetet.